Kurse sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mundshme në skenën politike të Kosovës, foli edhe publicisti Skënder Zogaj. Ai I vlerësoi se skena politike po degeneron derisa dëshira për pushtet është bërë më e madhe se dëshira për interes të shtetit e popullit. Në një vend si Kosova, ku tranzicioni në vend se ta ecë përpara me reforma dhe ngritje të vetdijes politike dhe shtetërore, po ndodhe kundërta, skena politike po degeneron dhe po degenerojnë edhe ambicjet për pushtet, të cilat në vend të interesit të vendit dhe popullit shohin interesat e ngushta personale e grupore që janë në gjendje ta shesin vendin për një përfitim minor, e sidomos për ta pasur një fotele pushteti. Krahas kësaj, Zogaj tha se duke parë zhvillimet e fundit mund të thuhet se në Kosovë nuk është asgjë e pamundur, madje sipas tij nuk do të ketë ndryshim pas 28 dhjetorit. Kjo tregon se në Kosovë asgjë nuk është e pamundur, pra mund të ndodhin absurde, është e pamundur të dihet fjala vjen, çka pritet të ndodhë në Kosovë pas 28 dhjetorit. Zgjidhjet e reja parlamentare në Kosovë, të cilat pritet të mbahen më 28 dhjetor, po konsiderohen si një ndër momentet më të rëndësishme politike të viteve të fundit. Ato zhvilluan në një kontekst të ngarkuar me tensione të brendshme politike, polarizim të theksuar, lënje të besimit të qytetarëve te partitë tradicionale dhe një dinamik të re që mund të riformosojë raportet politike në skenën politike. Një prej çështjeve më të diskutuara është fati I partive të vogla, të cilat rrezikojnë të mos e kalojnë pragun zgjedhor. Fragmentimi I skenës politike, rritja e votuesve të papërcaktuar dhe poplasja përmes partive të mëdha kanë krijuar një terren të vështirë për grupimet më të vogla, të cilat tradicionalisht kanë luajtur rol kyç në koalicionet qeverisëse. Në këtë atmosferë të pasigurt, pyetja kryesore është: çfarë do të ndodhë realisht në skenën politike në Kosovë pas 28 dhjetorit? Zgjedhjet e 28 dhjetorit pritet të jenë përgjigje për këto dilema, duke përcaktuar jo vetëm përbërjen e re të kuvendit, por edhe drejtimin e zhvillimeve politike dhe institucionale të vendit për vitet në vijim. Maloku, sa I përket pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, zhvillimet mbeten të hapura dhe e vështirë të parashikohen. Analisti Albion Maloku I vlerësoi si shumë të natyrshme koalicionet e partive të vogla me partitë e mëdha, mirëpo ai në prononcimin e tij për bota sot u shpreh se afrimet mes partive politike duhet të ishin më të natyrshme. Disa subjekte politike, veçanërisht ato jashtë parlamentare, apo ato me përfaqësim më të vogël, po kërkojnë hapësira bashkëpunimi me subjekte më të mëdha, gjë që është plotësisht e natyrshme në realitetin tonë politik. Megjithatë, do të ishte dëshirueshme që këto afrime të zhvilloheshin në natyrë më të natyrshme dhe me respekt të ndërsjellët. Krahas kësaj, analisti komentoi edhe mënyrën e bashkëpunimit mes partive që sipas tij kohët e fundit po përdoren disa politika të ndryshme, por që pranohen si realitet politik. Praktikat e fundit ku subjektet më të mëdha nuk e reflektojnë tërësisht identitetin e subjekteve më të vogla në listat zgjedhore, përfshirë edhe mosnjohjen e akronimeve të tyre, krijon perceptimin e mungesës së barazisë në partneritet. Pavarësisht kësaj, për arsye pragmatike ose personale, disa prej subjekteve më të vogla po e pranojnë këtë model si realitet politik, shtjelloi Maloku. Ndër të tjera ai shtoi se mund të ketë zhvillime të shumta pas 28 dhjetorit, por sipas tij, më me rëndësi është të mos ketë bllokada dhe të rifunksionalizohen institucionet e shtetit. Sa I përket pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, zhvillimet mbeten të hapura dhe vështirë të parashikohen. Ajo që mbetet e domosdoshme, siç mund të vërej kushdo që I ka ndjekur proceset politike prej nënt shkullit e këndej, është nevoja për 28 dhjetorin të mos prodhoj bllokada të reja, por të mundsoj eci përpara. Kosova ka nevojë për rifunksionalizim të shtetit, forcim të institucioneve dhe orientim të qartë drejt zhvillimit ekonomik, diplomatik dhe politik. Çdo tendencë për të rikthyer logjikën e bllokimit do të ishte dëmshme për vendin, përfundoi Albion Maloku për Bota Sot. Zogaj, skenën politike të Kosovës e ka kapluar një mallkim I frikshëm.